ka pa drejtësi. Si t'ishte i drejtësi e drejtë, si shumë këtu. Këtu të boni pa drejtësi shumë e madhe. Pe cilit vend kjo ardhë? Pej mecit Francës. Pej mecit Francës. Do thot pej Francës kjo ardhë këtu. Edhe shoku juaj po besoj. Pej Francë, po. Pej mecit. Tregona pak u mbajt një protestë në Kosovë me 7 gusht. Jem konë, kemi marrë pjesë. Këtu për juve, çka do thot? Po besoj e dëshironi lirimin e shqiptarëve tanë, apo besoni që mund me qenë e frytshme kjo lloj proteste para gjykatës së Hagës dhe sa e konsideroni të padrejtë në fakt? Padrejtë e konsiderojmë shumë, si e pak. Shumë. Gjithçka. Gjithçka është e padrejtë për çlirimtarët. Na dojmë drejtësi për çlirimtarët. Dojmë lirimin e tyre patjetër. Shumë padrejtësisht jam bërë këtë të lej. Fatkeqësisht është u boni padrejtësi e madhe, megjithëse ata janë themelues të gjykatës speciale për drejtësi. Po këto të boni padrejtësi shumë e madhe, edhe për arsyeën që jemi revoltu në protesta, marrëm çdo herë që ka nevojë, jemi këtu pranë tyne, se ka padrejtësi. Si t'ishte i drejtësi e drejtë, si shumë këtu, se i shkrytje procedurë. Nuk i shku ka gjatë gjykimit? Ja, s'kemi besu. So persona këni orë vetëm ju dy apo? Ja, kjo rreshti makina këtu është krejt, na jem pej mecit Francës, për ndryshon jem sekretar dege i Partisë Demokratike të Kosovës. Do të të organizatori? Pa ka shumë a këtë pajtimit për marrë për tur? Po, jo, sprejtojnë shqiptarët për këto sane, sprejtojnë. Ju urej ditë mbarë dhe urej me shku pasore, po me ju shku në vesh kjo lloj proteste. Falënderit. Kalofshit sa Përshëndetje. Besoj në orë, po kërkojmë lirimin e tyre. Shpresojmë.